Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një plan të detajuar masash për parandalimin e zjarreve dhe forcimin e kapaciteteve operacionale gjatë verës. Ky plan synon minimizimin e rasteve të zjarreve, rritjen e largimit në kohë dhe mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit. Po ashtu, do të ushtrohen kontrolle në resorte, hotele, restorante, beach bare dhe subjekte të tjera me risk, të cilat akomodojnë apo mirëpresin gjatë sezonit veror edhe shumë turistë të huaj, për të verifikuar masat e sigurisë dhe planet e evakuimit që ato kanë detyrim ligjor të zbatojnë. Në zonat më të ekspozuara ndaj riskut, do të dislokohen mjete zjarfikse dhe grupe të gatshme ndërhyrje. Në këtë proces nuk ka vend për formalitet, përkundrazi, kërkohet përgjegjësi e lartë dhe vëmendje maksimale. Po aq i rëndësishëm është gjithashtu dhe bashkëpunimi me qytetarët. Zjarret nuk parandalohen vetëm nga shteti. Ata parandalohen edhe nga ndërgjegjësimi i komunitetit, qoftë edhe përmes njoftimeve nga natyra në kohë reale, nga fermerët që janë të pranishëm në tokat ku evidentohen zjarret, nga operatorët turistik të përgjegjshëm dhe nga çdo qytetar që kupton se mbrojtja e territorit është në fakt përgjegjësi e përbashkët e gjithëve ne. Dua ta them qartë, do të ketë zero tolerancë ndaj zjarrvënies së qëllimshme dhe ndaj kujtdo që cënon pasurinë natyrore dhe sigurinë e komuniteteve tona. Përballë rritjes së rasteve të zjarrvënieve të qëllimshme dhe dëmeve të mëdha që ato kanë shkaktuar, sidomos vitin e fundit, në mjedis, në ekonomi dhe sigurinë publike, qeveria ka ndërmarrë ndryshime të rëndësishme në Kodin Penal, duke ashpërsuar ndjeshëm masat ndëshkuese për zjarrvënësit. Ndryshimet më të fundit të nenit 206A të Kodit Penal parashikojnë dënime më të ashpra për çdo rast zjarrvënie që shkakton dëme në pyje dhe mjedise pyjore. Ndërsa për rastet kur zjarret prekin zona të mbrojtura apo trashëgimi kulturore, dënimi shkon nga 5 deri në 10 vite burg.